Duko kalojmë pak në Pallatin e Sportit Farie Hoti, ku prej ditësh ka nisur procesi i rinumërimit dhe atje vijon të qëndrojë historik kolegu Ardit Hoxha. Ardit, përshëndes. Si po shkon procesi i rinumërimit të qarkut të Tiranës? Trego pak çfarë po ndodh, si janë numrat, ka ndryshime apo jo? Janë përshpejtuar në fakt ritmet e numërimit gjatë ditës së djeshme, por edhe sot në fakt për shkak të masave të marra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ka vendosur që punonjësit dhe numëruesit në të 24 tavolinat e vendosura të jenë të shpërndarë sipas 2 orareve, çka ka bërë që edhe zgjatja e orarit të numërimit deri në 22 të mbrëmjes të ditën e djeshme të numërohen rreth 130 kuti dhe gjatë ditës së sotme të kemë përfunduar 24 kutit e para dhe aktualisht një pjesë e mire e tavolinave dhe grupeve të numërimit të jenë duke në përfundim të mbylljes kutive të dyta të numërimit. Te i kësaj nuk ka pasur problematika apo kontestime nga ana e përfaqësuesve dhe vëzhguesve të subjekteve politike të stacionuar këtu në Pallatin e Sportit të Farie Hoti, por ajo që bie në sy që e kemi po themi trajtuar edhe gjatë ditës së djeshme janë votat e shtuara që 2 subjektet kryesore politike kanë marrë gjatë procesit të numërimit, respektivisht Partia Socialiste me 109 vota të shtuara gjatë numërimit, të cilat do i hiqen pas rinumërimit, dhe Partia Demokratike 122 të tilla. Po me votat shtuara rezultojnë të jenë edhe subjektet e tjera, duke nisur që nga Lëvizja Bashk, po ashtu dhe partitë të tjera, Nisma Shqipëria bëhet dhe Partia Mundësia, Aleanca Demokracia e Re, por edhe Partia Social Demokrate, të vetmet subjekte që deri në këto momente rezultojnë me vota të hequra gjatë procesit të numërimit është Koalicioni Euroatlantik me -7 vota, Lëvizja Dheu me -1 vot dhe Koalicioni Djathas për Zhvillim me -4 vota. Kjo është sa i takon panoramës që ka prodhuar ky proces rinumërimi, i thimi në 232 qendrat e votimit të para të raportuara, pasi sikur se thash, ka dhe qendra të tjera të cilat janë numëruar dhe janë duke u numëruar, por që ende nuk janë raportuar elektronikisht në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të dedikuar për këtë proces që zgjat tashmë prej 4 ditësh, 3 ditë vetëm për rinumërimin e Tiranës. Po thimi. Okej, Ardit, shumë faleminderit për këto detajet para që solli. Do të jemi sërish bashkë kur kemi përfundimin e këtyre kutive për të parë si ndryshojnë rezultatet. Faleminderit shumë dhe punë të mbarë.